Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se plani i tij është që Partia Progresive Serbe të fitojë bindshëm zgjedhjet e ardhshme, të vazhdojë zhvillimin në Serbisë dhe të kujdeset për qytetarët, duke theksuar se nuk ka ndërmend që të hyjë në luftë me Prishtinën. Duke komentuar deklaratën e Jutarnilisë se Serbia pra Ballkani po përballet me një vjeshtë të jashtëzakonshme dhe se do t'i afrohet skenarit më të errët, Vučić pyeti se për cilin skenar është fjala. Do të hyjë në luftë me Prishtinën për të shpëtuar veten këtu apo jo? Nuk kam plane të ngjashme, ne kemi një plan për të fituar zgjedhjet bindshëm, gjë që do ta bëjmë, u tha Vučić gazetarëve në Novi Pazar. Me rastin e 35 vjetorit të pavarësisë së Ukrainës, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se vendi i tij është gati të përfundojë luftën, por se nuk do të pajtohet me kushtet e Moskës dhe as nuk do të heqë dorë nga territoret e saj, përfshirë edhe Donbasin. Gjatë vizitës së tij të fundit zyrtare në Serbi, Zelensky tha se Ukraina nuk e ndryshon qëndrimin e saj ndaj Kosovës, domethënë se nuk e njeh pavarësinë e shpallur në mënyrë të njëanshme të Kosovës. Ai theksoi se Ukraina respekton integritetin territorial dhe suvranitetin e partnerëve të saj dhe të drejtën ndërkombëtare, duke deklaruar se qëndrimi i saj ndaj Kosovës mbetet i pandryshuar. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti deklaroi se identifikimi i mbetjeve mbërtore të gjetura në vendet përreth Zubin Potokut ka filluar dhe deklaroi se faktorët ndërkombëtar duhet të ushtrojnë presion mbi Serbinë për të hapur arkivat. Kurti në prezantimin e raportit mbi gërbimet në Zubin Potok tha se Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës paraqitën një armë që u dërgua në ekzaminim dhe analiza me qëllimin e përsaktimit të lidhjes së saj të mundshme me mbetjet mortore të gjetura. Presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu deklaroi se po punojnë për të gjetur një zgjidhje për çështjen e presidentit të Kosovës. Haxhiu, si kryetar i parlamentit në mbledhjen e mëparshme të 10, mori detyrën e presidentit në detyrë me 4 prill kur skadoi mandati i presidencës Vjosa Osmani. Përndryshe, Albulena Haxhiu sot i dorëzoi dekretin e shtetësisë së Kosovës Josef Diogardit dhe gruas së tij. Diogardi më pas deklaroi se Kosova duhet të ketë presidentin sa më shpejt të jetë e mundur, duke paralajmëruar se dëshmit për të bërë këtë mund ta vërë shoqërinë në një situatë të vështirë për shkak se, siç tha ai, armiqve që janë të gatshëm të prishin ekuilibrin e Ballkan. Josef Diogardi është një nga ish kongresmenët amerikan dhe ish presidenti i lidhjes qytetare shqiptare amerikane dhe që një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës ishin sot në Kuvendin e Kosovës duke kërkuar vazhdimin e seancës konstituive. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Sala Jasharu bëri thirrje kryetarit Avnit Deharit që të thrasë vazhdimin e seancës në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e punës së Kuvendit. Ndërsa deputeti i Aleancës Teuta Haxhiu tha se në historinë e Kosovës nuk mund të gjendet një situatë më shqetësuese dhe më rrezikshme për shoqërinë. Më parë, deputeti i PDK-s dhe Aleancës së bashku me anëtarët e organizatës studentore të Universitetit të Prishtinës protestuan para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, ku deputeti Përparim Gruda tha se Albin Kurti ka uzurpuar postin e kryeministit dhe po bllokon konstituimin e Kuvendit. Zjarret pyjore që shpërthyen dje në fshatrat Banj dhe Bërnjak në komunën e Zubin Potokut u shuan këtë mëngjes, ndërsa departamenti i zjarrfiksve ende po monitoron situatën në terren. Zjarret që përfshin pyllin dhe bimësin e ulët në 2 lokacione dje u vunën kontrollin brëm, ndërsa këtë mëngjes ato u shuan plotësisht, tha për Kosova Online Sasha Bozhović, komandanti i stacionit të zjarrfiksve në Zubin Potok.
Ai shtoi se ekipet në detyrë po monitorojnë situatën e terren sepse kushtet e motit përfshirë temperaturat e larta dhe erën paraqesin rrezik që zjarret të shpërthejnë përsëri. Moti nesër do të jetë shumë i ngrohtë me diell në mëngjes dhe me vranësira jo stabile në pasditë dhe në mbrëmje me shira bubullima lokale. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 30 deri në 38 gradë Celsius.